Assalamu alaikum Hoxh, ku qëndron Isai a.s. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Isai a.s. profeti i Zotit, njëri ndër profetet më të zgjedhur të Allahut lartësuar, qëndron në qiell. Allahu i lartësuar na tregon në Kur'an, ku thot wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ata as nuk e vran atë, as nuk e kryqëzuan, por atyre ju përngjasua. Për Isain a.s. thot Zoti i gjithësisë, bar rafa'ahu Allahu ilayh, atë e ka ngritur Allahu tek ai. Pra Isai a.s. është në qiell. Profeti a.s. na tregon në hadith se Isai a.s. do të zbresë në kohën e fundit dhe do të gjykojë mes njerëzve me drejtësi. Isai a.s. kur zbresë në kohën e fundit, do të gjykoj sipas ligjeve të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ndër punët që do të bëj Isai a.s. kur të zbresë në tokë, siç transmetohet në hadith, pra se ai do të thyej kryqin. Po ashtu do të vras derin, pra do të urdhëroj, kuptohet, pra do të urdhëroj për vrasjen e derit. Po ashtu Isai a.s. kur të zbresë në tokë, nuk do ta pranoj pra xhizjen, haraqin. Të janë disa ndër gjërat pra që do të bëj Isai a.s. kur të zbresë në tokë, të cilat pra përmenden edhe në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Isai a.s. është njëri ndër profetet më të zgjedhur të Allahut lartësuar. Ne si musliman e duam dhe e besojmë Isain a.s. por e besojmë si rob i Zotit dhe i dërguari i tij. Po ashtu Isai a.s. ka ardhur si përgëzues për ardhjen e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të.